edhe në kontekstin shqiptar, qytetarët në përgjithësi të paktën këto 10 vjet e fundit kanë një koncept më real për jetën dhe kanë ndërtuar pritshmëri shumë herë më të mëdha krahasuar me atë çka ofron realiteti. Dhe kur flas për realitetin, pjesën më të madhe të realitetit e ndërtojnë politikat publike dhe pastaj është dhe fuqia e individit. 4 lojtarët më të rëndësishëm në treg në çdo vend, kudo, janë individi, familja, biznesi dhe qeveria. Këta janë lojtarët ekonomik në treg. Por në rastin e vendeve që dolën nga regjimet komuniste, shteti është padyshim shteti dhe në kapitalizëm, shteti është lojtari më kryesor sepse është ai që përcakton rregullat e lojës, por në rastin e vendeve që dolën nga regjimet komuniste, shteti në mënyrë jo të specifikuar dhe jo të përcaktuar, ka lënë bazdore disa gjëra të cilat duhet i mbante nën kontroll dhe nën menaxhim.